nis nga vetja, për të kalu taj që është madhore Partinë Demokratike dhe interesin qytetarëve, unë nuk po garaj për herët parë për deputet. Jam i deputet në përvoj, qytetarët kanë mujë me pa punën time në komand, angazhimin tim për qytetarët edhe për interesin e Kosovës. Kam qenë jo i vlerësimi imi personal, mi po i vlerësun në 5 mandatet sa kam qenë deputet, prej 2011 deri në 2025. Kam qenë i vlerësun për organizatave që më nxjerojnë komandin një nga deputetët më aktiv. Gjithashtu vlerësun edhe prej kolegëve për punën cilën e kam bën komand. Pra jam një deputet i dëshmuar i komandit Kosovës dhe do t'i shërbej qytetarëve me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin zell, me të njëjtin guxim. Në anën tjetër, pse duhet votohet Partia Demokratike? E para se duhet me ndalë këtë krizë ekonomike, sociale, institucionale dhe politike që po prodhohet qëllimshëm nga lëvizja vendosje. E dyta, me Partinë Demokratike dhe me Vedramën e kryeministër, Kosova të ndryshoj pozitivisht. Edhe mirëqenia e qytetarëve, cila është rënuar shumë, por edhe relacioni Kosovës me partnerët ndërkombëtar, e pa cilët ne nuk mund të aprojmë përpara drejt integrimeve evropiane dhe integrimit në NATO. Është esenciale që Kosova me këto zgjedhje ta bëjë një hap përpara pas 6 viteve hapa prapa të regresit shoqëror edhe shtetëror. Kosova asnjëherë nuk ka qenë në pozicion më të keq ndërkombëtar se sa është me këto 6 vite të qeverisjes Kurti, dhe asnjëherë nuk ka qenë më keq në relacionet shoqërore brenda. Pra polarizimet, përçarjet, konfliktet e prodhuara për disa vota që mund të çojnë qytetarët e zakonshëm në konflikte edhe më të mëdha. Prandaj, me Vedramën e kryeministër dhe me Partinë Demokratike të Kosovës do të ketë përmirësim të mirëqenies së qytetarëve, do të ketë përmirësim të relacioneve shoqërore në shoqërinë tonë, sepse qytetarët janë lodhur për këtyre polarizimeve, të cilat e kanë një bazë. Dhe ajo bazë është në zyrat e vendosjes dhe udhëheqjes nga dyona mjale. Dhe grupet tjera cilat lëmëtisin në përrita sociale për çamje. Me Partinë Demokratike, kjo do të ndryshoj. Jo se s'kena mundësi me e bot njëjtën gjë. Nuk dëshirojna me fut qytetarën në polarizime të tilla. Prandaj ofrojna zgjidhje për problemet, për sektorin e shëndetësisë, për sportin, për arsimin, për zhvillimin ekonomik edhe për mirësimin e mirëqenies qytetarëve. Falenderoj shumë për kohën, kisha minuta